Çdo njani që e mohon Allahun xhallahu ala e ka pa Allahun të vogël. Dhe nuk mundesh me mohu të madhin. A mohot i madhi? Jo, kur të shet të vogël e mohon. Andaj Allahu xhallahu kur i përmend vëllezër paganët edhe jo besimtarët në Kur'an çfarë thot? Ma qadarullah haqqa qadrihi. Ata nuk ja japin Allahut qadrin sa e ka. E kur çaj jap dikujt qadrin sa e ka e mohon. Apo? Njerëzit që kanë armicu vëllezër pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se kanë dhënë qadrin. Kur ti thu o Muhammed, atar se madhron ti. A kur te ti është Rasulullah, ndryshon mohabet. Ndryshon mohabet. A do të shemo, ta mori një shembull tjetër. Një grua zgjonë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i ka vdek fëmia. Edhe me dek fëmia musibet i madh. Dhe ka filluar me çaj shumë. Edhe pejgamberi sa mi ka shkupi prapa. Ka thonë bën sabër, Allahu që problem, dura dhe mos u anko. A dhe ka thonë, ecë për këtu, largoju, se ti se di sham ka gjithë mua. Mësa mu ka largohu. Pasaj ka thonë ati, ej, pejgamberi se selim ke, ajo ka arë të nditën, ja Rasulullah, se kum di që i konë ti, shiko, veç se ka di që u konë aj, me pas di që u konë për mësama, i thotë qashtua? Jo, qëka i thamë punë për mësama? Inë më sabru, fi sot me t'il ula, tha sabri janë, në godit më në parë, a ku të kalojnë do ditë më e mërdhejtë njëri. Apo, ama të godit më në parë, këtë dhejse dikush, sabër, më s'folni qka s'duhet. Pse i tha, ja Rasulullah, se dita se jeti, se i tha lem ti muhe. A jo me pas ditë për fillim që o pengamber, nuk ishton lem ti muhe. Apo, andoj shiko dhe zërë, sa ma shumë që ti ka në një, ashtë ma shumë ngritet të këti, për shemull dhe zërë, për shemull. S'kede në ka rastis me nejtë një njeri që se ke ditë kusha. Do një hoqë, arsimtar, djetar, se ke ditë që është djetar. Dhe ka mundësi dërsa ti nuk e di kusha, e zhvillon besetën normal. Apo edhe i folë normal. Mirë me thonë njëri, ej, kik hoqëa. Njerë, e ndryshon të rajtimin. Pse? Pse ndryshon të rajtimin? Dhe tani të këti, ka dalë, që s'ka në njësoj. Apo, sa më naltë që shkon dhia për dikan, aqë më shumë e madhron. Kjo dhe vjen për ketë. Anda njeri ju përshimu shpesh edhe njerëz të ankohen, filani më mohon, më përdhos, s'ma di kadrin. Kjo ndodhë të ogjallarët, të djetarët, të nxënësat e dijes, të avëzlarët, të njerëz që kanë zotësi. Apo? Dhe njerëzit nuk e japin kadrin çka duhet. Edhe tek shpirti këtina krijohet një vujtje. Me çka duhet me u fresku vëllezër kjo? Ma pasaj s'di. Ai Allahu e mohon ti s'ban e sot. Hyç nuk trazohet ai, nuk shqetësohet po. Shikoj kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa është mohu alayhi salatu wassalam. Abu Bakr Siddiku për ta jetën akon nga që me gëdhan, njani u kon jetën akon të dham të vraje. Që ndu bëhë të di njerëzit? Nuk kisë di që jo pejgamber kjo. Apo, edhe për Zotin më shumë, sa njeri folë për Allahun, si me folë për babën e vetë, a i folë me ma respekt sa për Allahun gjellë. Për fejnë islam e folë, apo, ma pak, do mund të nacion madhërimi se sa, kur folë për shemull, me ba me folë për shemull, koletër mi hamor atina, e qonë shpijën pesh. Apo, veturën mi a gërvish pak, e dini, njërës hajnë qytek, mitën do angër qytek. Pse? Se derën ja kam shumë a shumë, gini valja, më shele derën taman, aj namazi ikë, s'ka lidhe namazi mi ikë. Derën du të më kanë vend. Këtë sena, të kipa dikush, telefoni vallaj, me a qitë piqë të qëtu, kja me të bëhet. Kjo dhe zëpse, se ki kujton se që kjo atë kimet. Kimetat që kjo të të nejë qëtu. Derat në të nejë më shelë. Kur ta qele ka dale, me edepe. Ajë pëse folë për Allahun, për pejgamberin s.a.s. Me pa edepin matë madhë, kjo është meselit. Pse? E kjo pëse ndodhë, vëzër? Pëse ndodhë? Sepse nuk ja din kadrin. Andaj shiko dhe që ka thot El-Khattabiju. Dhul Gjelali, që ka dhe më thonë? Mos të mohohet. E pse mohohet? Se nuk e shë sa i madha.